Ideja me mua së bashku të shkojmë në Aviv Salon në Durrës, do t'ju tregoja se çfarë kam bërë atë ditë, do t'ju tregoja si fillim sallonin e tyre më të bukur. Kam pas motrat me vete, kështu që do ju tregoj se çfarë kemi bërë të gjitha. Ndërkohë që po filmoja këtu, thash t'ju tregoj se çfarë po ndodh tashi në anën tjetër. Këtu po rrin të qunin në kras, nuk don të rrin të poshtë. Këtu filloi Valeria të më rregullonte ballukët sepse i kisha larë një ditë përpara, kështu që kishte qef sërish të më rregullonte me onde. Rezultati është këtu, ka dalë shumë bukur dhe ondet edhe më pëlqeu shumë, edhe kam qenë shumë e kënaqur. Ndërsa këtu filloi masia të prente flokët e motociklit për arsye se motocikli kishin ndjekur flokun nga një tharëse që ishte plasur. E di e duket dëgjohet shumë keq, po çfarë ti bëj? Këtu ja rregulloi, i ka bërë shumë bukur dhe këtu filloi Valeria të thante flokët e motociklit si ka shumë të gjata. Atë erdhi dhe Marsia dhe ka ndihmuar Valierin korsisht. Mi fja 2 vetëm mbi një kokë njerëz. Mos u mërzisni për kohë nëse s'keni kohë, ata ti rregullojnë gjithsesi flokët. Motra ishte shumë e kënaqur sepse kishte rregulluar siç i donte dhe i ka larë shumë mirë. Ndërkohë Sofiani po rrinte këtu po merrte me telefon. Kaç kishte goca. Rezultati është këtu edhe shihemi në videon radhës. Ju dua, paçi!